Benfica mori një fitore me shumë peshë në botërorin e klubeve kundër Bayern München. Portugezët befasuan gjigantët e Gjermanisë që drejtohen nga ana e kompanisë, të cilët e nisën në një mënyrë të pamëshirshme këtë turne, duke fituar në shifrat e thella 10-0, por kundër Benficës morën humbjen e parë në turne, duke u detyruar që të mbyllin grupin në vendin e dytë me një pikë më pak se sa Benfica kryesuese, një ndeshje në të cilën u aktivizua edhe talenti i Shqipërisë, Adrian Bajrami. Ky futbollist nuk është përdorur nga ana e Silvinjos, por gjithmonë më shumë 23 vjeçari po gjen hapësirat e Benfica. Ai u aktivizua në minutën e 78 të ndeshjes, në një moment delikat, kur Bayern ishte hedhur në sulm për të barazuar dhe bëri një paraqitje shumë të mirë. Ndërkohë mbrojtësi i Shqipërisë e ka parë veten që të jetë fjala e parë në mediat portugeze dhe në rrjetet sociale të Portugalisë. Një video që përshpërndahet gjërësisht nga ndeshja Benfica Bayern München gjen si protagonist edhe Adrian Bajramin. Ylli i qendrës së mbrojtjes së Benficës, Antonio Silva, zhvilloi një ndeshje fenomenale kundër Bayernit. Pas shumë largimeve të topave të rrezikshëm në drejtim të zonës së Benficës, në një moment, kapiteni Otamendi ka shkuar për ta shkundur Antonio Silvën si një mënyrë përgëzimi dhe motivimi për punën spektakolare që po bënte, ndërsa Antonio Silva, si një djalë i ri, pavarësisht se emri i tij është lakuar për ekipet më të mëdha të Evropës, qëndron mes modestisë për të marrë leksionet e Otamendit, që ka fituar gjithçka në futboll. Ndërkohë ajo që ishte tërësisht surprizuese ishte fakti se Adrian Bajrami ndoqi rrugën e kapitenit Otamendi. Futbollisti i Shqipërisë ka shkuar pas Otamendit për të bërë të njëjtën sjellje ndaj Antonio Silvës, duke i dhënë një shtytje të madhe morale dhe përgëzimi për ndeshjen që po zhvillonte. Nëse në rastin e Otamendit ishte tërësisht e kuptueshme, ishte tërësisht e habitshme nga ana tjetër se si Adrian Bajrami u soll ndaj Antonio Silvës. Kjo pasi Adrian Bajrami është ende një lojtar stoli te Benfica, ndërsa Antonio Silva është një lojtar titullar dhe një yll i madh i Benficës që kërkohet prej shumë kohësh nga ekipet më të mëdha të Evropës. Nëse Antonio Silva do të bënte të njëjtën sjellje ndaj Adrian Bajramit, do të ishte e kuptueshme. Por e kundërta, pra mënyra se si ndodhi, përbënde lajmin, dhe gjitha kjo skenë është duar trokitur nga portugezët, të cilët thonë se një kapiten i vërtet si Otamendi i fekton edhe lojtarët e stolit si Adrian Bajrami për të marrë shpirtin e liderit dhe për të sjellë në një mënyrë të tillë me kaq shumë prezencë në fushë, ndërkohë që Silvinjo duhet që këto detaje të tilla të mos i humbas për të llogaritur më shumë akoma edhe Adrian Bajramin në të ardhmen.